Vëllezër dhe motra në Islam, selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, dhe mirë se na erdhët në tubimin tribunën me titull të falenderojmë Allah. Nuk dëgjova selamin që ma ktheu dikush. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allahu shpërblet. Gjithashtu Allahu shpërblet edhe për turimin që patët, por për shkak të faljes së namazit të tarawis, vendosëm që fillimin ta shtim për një 30 minuta. Së pari, falenderimi i takon Allahut. Atë e falenderojmë dhe vetëm për ti ndim dhe falje të pojmë. Paqja dhe mëshira Allahu qofshin për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij besnike dhe shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që e pasojnë atë deri në ditën e gjykimit. Është e vërtetë se Allahu dhe melekët e tij në madhërinë e mëshirojnë pejgamberin. O ju që keni besuar, madhëroni pra atë duke dërguar salavat dhe përshëndetni me selam. Ahzab 56. Pikërisht sonte që kemi zgjedhur të tribunën me temë të falenderojmë Allah, duhet të di për fjalën falenderit. Falenderit, të falenderoj, ta di për nder, je i falenderuar. Këtë shprehje të bukura përdoren për të shprehur mirënjohje. Por vallë, a kemi menduar më shumë për fjalën falenderit? A kemi menduar se si duhet të falenderojmë? A e dim se kujt duhet të falenderojmë? Të mirat e Allahu subhanahu wa taala janë të shumta sa që nuk mund të numërohen. Allahu i lartësuar për këtë. Po edhe nëse përpiqeni ti numëroni dhuntit të mirat e Allahut, nuk të mund të arrini të përcaktoni ato. Me siguri, Allahu shumë fal dhe shumë mëshiron. Nahel 18. Në moshën 10 vjeçare u bë hafiz Kur'an. Ka marrë pjesë në shumë gara me lexim të Kur'anit në Dubai, Turqi, Zagreb. Ku në gara evropiane në vitin 2003 pikërisht në Zagreb, ai mori vendin e parë. Do t'jetë kënaqësi edhe për ne që sonte të dëgjojmë zërin e tij të bukur duke lexuar disa ajete nga Kur'ani i Madhërisht. Bëhet fjalë për hafazin e nderuar Xhamail Nuhiu. E ftojmë në sfidë. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين بسم الله الرحمن الرحيم
وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة
القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر صدق الله العظيم Ashtu, sikur se foshnja që qëtësohet gjatë këndimit, kështu edhe ne u qëtësuam duke dëgjuar leximin e ajeteve kuranore. Falënderimi ka një pozitë të rëndësishme në fe, ku nëpërmjet ajeteve dhe haditheve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam mund ta kuptojmë edhe më mirë. Allahu i madhëruar ka thënë: Allahu ju nxori nga barqet e nënave tuaja si foshnje, që nuk dini asgjë. Ju pajisi me shpisa për të dëgjuar, me të parë dhe me zemër, ashtu që të jeni falënderues. Nahl 78. Tani në vazhdim, radhën e ka hoxha për të cilin nuk ka nevojë të flitet shumë. Vepra e tij është njoftuese për ti më i mirë. Gati se në çdo libër fetar, ligjërat apo aktivitet tjetër do ta hasni emrin e tij si autor, përkthyes dhe recenzent. Fakultetin e shariatit e kreu në Jordan, pastaj u rrek dëvetit në qenjen e tij. Nuk e njohin atë vetëm në Maqedoni. Ligjëratat e tij shumë shpejt u përapën edhe në Shqipëri, Kosovë dhe gjithë troja shqiptare. Ftojmë në skenë hoxhën e nderuar Efendi Bekir Halimi. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të nderuar të pranishëm në këtë këbim, Allahun e falënderojmë, atë e madhërojmë dhe prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Allahun Dhul Xhelal e falënderojmë për begatitë e tij të shumta dhe të panumërta, me të cilat Allahu Xhalleshanuhu vazhdimisht na gëzon dhe na begaton. Allahun e falënderojmë që na mundsoi të arrijmë këtë muaj të bekuar të Ramazanit, të agjërojmë ditë e Ramazanit, të falim namazin në net e Ramazanit, të bëjmë dhikr, dua e të japim sadaka, dhe atë e lutim që t'i bën kabul dhe t'i regjistron këto vepra në regjistrin e veprave të mira ditën kur do të dalim para Allahut subhanahu wa taala. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka hyjni që meriton të adhurohet me të drejtë përpos Allahut Dhul Xhelal, i cili është një, pa rival dhe pa ortak. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut, me të cilin Allahu Xhalleshanu e vulosi vargun e pejgamberisë. Salavatet dhe selamet qofshin mbi këtë burr, mbi familjen e tij të pastër dhe të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe të sinqert, dhe mbi gjithë ata që sinqerisht etin hapat e tyre deri në ditën e Kiametit. Pastaj i falenderoj organizatorët
që na mundësuan në këtë net të fundit të këtij muaji të bekuar të Ramazanit, takohemi, të freskohemi me ajete nga Kur'ani fa më madh dhe hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të freskohemi me ilahi dhe këngë fetare që i këndojnë vëllezërit me zë të bukur, e ta ndryshojmë rutinën e jetës, e të mbushemi me energji, e cila do të na ndihmon të vazhdojmë edhe 11 muaj të ardhshëm me dinë edhe iman, me vepra të mira dhe me gjëra me të cilat është i kënaqur Allahu fuqiplot. Sonte për ju e kam zgjedhur një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilin e transmeton Imam Muslimi sahihun e tij. Hadith shumë i madh. Hadith për të cilin Ebu Idris el-Khawalani kur e lexonte dhe e shqaronte dhe e recitonte, ulte në gjuhë për shkak domethënies së madhe që kishte. Kurse Imam Ahmedi rahimahullahu ta'ala thajke është hadithi më i ndershëm që e transmetojnë ulemat e Shamit. Thot Ebu Dherri radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë se Allahu dhul Gjelal ka thonë: Ja ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. O ju robët e mi, ja kam bërë haram vetë zullumin, edhe për ju e kam bërë haram zullumin, andaj mos bëni zullum njëri tjetrit. Mbajni mend të porosi që na vijnë nga Allahu Dhu Gjelal dhe përmes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thot: Kullukum dalun illa man hadaytuhu fastahduni ahdikum. Të gjithë janë dalalet, të gjithë janë devijim, të gjithë janë lajthitje, përpos atij që e udhëzoj unë, andaj kërkoni prej meje udhëzimin që t'ua jap udhëzimin. Pastaj thot: Ja ibadi kullukum ja'in illa man at'amtuhu fastat'imuni at'imukum. Të gjithë janë të uritur përpos atij që unë e ushqej, kërkoni prej meje ushqim që t'ju ushqej. Ja ibadi kullukum arun illa man kasawtuhu fastaksuni aksikum. Të gjithë jeni të zhveshur përpos atij që e veshi unë me petka, kërkoni prej meje veshen t'ju veshi ju. Ja ibadi innakum tukhti'una bil-lejli wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a. O robët e mi, të gjithë ju bëni gjunahet natën dhe ditën, e unë i fali krejt gjunahet. Fastaghfiruni aghfir lakum. Kërkoni fale prej meje që t'ma fali. Ja ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni. O robët e mi, nuk mund të arini të mbëni dëm me diçka. Wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. E as që mund të më bëni dobi me diçka. Ja ibadi inna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. O robët e mi, nëse i pari prej jush dhe i fundi prej jush, nëse njerëzit dhe e gjinat kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki shay'a. Nëse krejt njerëzit janë si njeriu ma takva, kjo as pak se shton pasurin time, pushtetin tim. Ja ibadi لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. Nëse krejt njerëzit nga i pari deri te i fundit, njerëzit dhe e gjinat, janë si njeri ma i prisht, si njeri ma i keq, kjo as pak nuk e pakson pasurin dhe pushtetin tim. Thot: Ja ibadi
لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. Nëse krejt njerëzit nga I pari deri te I fundit, njerëzit dhe e gjinat, mbledhen me një vend dhe lypin pja Allahut çdo send, kjo nuk e pakson pasurinë dhe pushtetin dhe të mirat e mia, aq sa ka mundësi me paksue ujin e detit gjilpana kur hyn në deti dhe del me ujin nga deti. Thot, ja ibadi, إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. Këto janë punët e juve që unë I shkruaj, që unë I llogaris, që unë I regjistroj, edhe pastaj në ahiret va paguj, në ahiret va shpërblej, në ahiret do të shihni para vetes. Faman wajada khayran falyahmadillah. Ai që gjen mirësi, let falendron Allahun. Wa man wajada ghayra dhalik fala yalumanna illa nafsah. Ai që gjen që të sen, mos ta shan askan për pose vetvetes. Pra, ky është hadithi që na tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga Allahu dhul jalal, që kanë vetvete shumë porosi, që kanë vetvete shumë mesazhe, që kanë vetvete shumë nasihate. Mvaret prej neve sa do të përfitojmë, mvaret prej neve sa do të mësojmë, mvaret prej neve sa do të zbatojmë. Jemi në muajin e bekuar të Ramazanit, ku dyert e xhenetit qelen, dyert e xhenemit mshelen. Për xhenat Allahu dhul jalal I nxjerr nga xhenemi numër caktuar të njerëzve. Andaj kemi parasysh këto porosi, ti marrim këto mësime dhe të mundohemi të zbatojmë në jetën tonë të përditshme. Edhe një herë, si rezume I këtij hadithit, ndalohet zullumi mes njerëzve, e kjo është njëra prej synimeve të mëdha të shariatit. Shariati e potencon duan dhe lutjen që duhet t'ja bëjmë Allahu dhul jalal, që të na I bën kabul të gjitha veprat, na jep hidajetin, na jep dinin e imanin, na jep riskun e furnizimin, na jep khairin, na jep bereqetin, na jep çdo gjë që është e mirë në dunja dhe në ahiret. Asha dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai tha, ja Rasulullah, nëse e zateki natën e Kadrit, nëse e arri natën e Kadrit, nëse e takoj natën e Kadrit, çka të them, çfarë duaje të bëj? Tha, thuj, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Po Allah, ti që je farës, ti që je bujar gjymërt, ti që e don faljen, më fal mua. Andaj ta lutim Allahun dhul jalal na I fal gjunat dhe kusuret tona. Gjithashtu në këtë hadith tregon cilësitë e larta dhe të mëdha të Allahut dhul jalal, që tregon se nuk ka nevojë për krijesat, dhe se njerëzit kanë nevojë për Allahun dhul jalal. Thot Allahu në Kur'an, ja ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. O ju njerëz, ju keni nevojë për Allahun, e Allahu është ai që s'ka nevojë për askënd dhe është I lavdëruar. Këtë hadith na del parasysh mesazhe dhe porosia e llogaritjes vetvetes dhe veprave tona. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Llogaritni vetveten në dunja, para se të llogariteni para Allahut dhul jalal. Edhe pastaj pendimi për të kaluar dhe gabimet tona, secili prej neve bën gabime dhe gjunahe. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata wa khairul khata'in tawwabun. Çdo njeri është gabimtar, e më I miri prej tyre është ai që pendohet te Allahu dhul jalal. Dhe për fund, një dua të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Rabbi a'in wala tu'in alayya. O Zot, më ndihmo mua dhe mos u ndihmo të tjerëve kundër meje. Wansurni wala tansur alayya. Më bën ngavdhimtar në betejat me tjerët dhe mos u le të tjerëve të ngavdhin ndaj meje. Wankurli wala tamkur alayya. Bën kurthe të mira për mua
dhe mos ban kur dhe të këqia kundra meje. Wahdini më udhëzo, wa yassir al-huda li dhe më lehtëso udhëzimin për mua. Wansurni ala man bagha alayya, më ndihmo kundër atij që më bën zullum. Rabbi, ij'alni laka dhakkara, laka shakkara, laka rahaba, laka mitwa'an, laka mukhbitan ilayka awahan muniba. Rabbi taqabbal tawbati واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهدي قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة صدري. O Zot, mbal që të përmendi ty, që të falëndroj ty, që të kem frikë për teje, që të nështrohem ty, që të përulem para teje, të ti të kthehemi penduar. O Allah, prano pendimin tim, mi laj gjunat e mia, mi prano duat e mia, ma forco argumentin tim, ma udhëzo zemrën time, ma oriento gjuhën time, dhe më pastro gjoksin tim. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Falenderojmë Hoxhën Efendi Bekir Halimin, ndërsa gjithashtu shpresojmë që nga kjo temë që zhvilloi Hoxha do të dalim fitimtar të gjithë duke marrë së paku një pjesë në kjo. Por fillimisht do të kisha lutur që duar trokitjet t'i ndroni me diçka më të vlefshme. E ajo është duke thirrur tekbir! 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 Allahu shpërblef, besoj që kjo është më mirë sa herë që me duar trokitjet i shfrytëzojmë këto. Ne tani në skenë do të ftojmë përsëri hafëzat, do të vëllezërit Xhemail dhe Sabahudin Nuhiu, të cilët do të na freskojnë me ilahin Esmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha. الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Falenderojmë gjithashtu edhe vëllezërit Xhemail dhe Sabahudin Nuhiu. Dhe tani vazhdojmë të thot me planin ton. Dikur ishte këngëtar shumë i suksesshëm i muzikës popullore. Zëri i tij depërtoi gjithçka, por suksesi i tij vazhdoi dhe më tej të rritet kur la përgjithmonë muzikën dhe u përkushtua ilahire, duke kultivuar vlerat morale islame. Në albumet e tij ai tani ka më shumë se 30 ilahi, me të cilat gëzohen zemrat e besimtarëve. Ndërsa për sonte ai ka zgjedhur për ju ilahin me titull Lutjen tyme ty ta drejtoj. Thrasim në skenë vëllaun ton në Islam, Adem Ramadani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rridhni rëkjellë optimisën të në këtë natë madhin nga zemra dua të shprim. Rridhni
pandalot, shkarkoj mëkate për shumë mot. Ti e ai që I dëgjon gjithë lutjet tona, o Zot, lutjen time Ty ta drejtoj dorë të vona. Ti e ai që I dëgjon gjithë lutjet tona, o Zot, lutjen time Ty ta drejtoj dorë të vona. Qmamu Ti o shpirtim, mas vetës e disa ko kaloj Ti në robi. Qmamu me Zotin të, sa ko Ti keqë se për me. Ti e ai që I dëgjon gjithë lutjet tona, o Zot, lutjen time Ty ta drejtoj dorë të vona. Ti e ai që I dëgjon gjithë lutjet tona, o Zot, lutjen time Ty ta drejtoj dorë të vona. Ti e ai që I dëgjon gjithë lutjet tona, o Zot, lutjen time Ty ta drejtoj dorë të vona. Ne tani në vazhdim do të tregojmë edhe diçka më tepër lidhur me temën që kemi zgjedhur sonte, do thotë. Unë do t'ju parashtoj një pyetje, do thotë. A ju ka shkuar ndonjëherë mendja se përse fëmijët janë më të dashur se të rriturit? Për çudi, ata I duan pa marrë parasysh janë antarë të familjes apo jo. Ata janë të butë, me zemër të pastër dhe shpirt të qiltër, sepse ata nuk kanë mëkate. Ju ftoj të gjithë së bashku, së pari të dëgjojmë disa vargje nga voglushi 7 vjeçar Meriton Mani, që do të recitoj vjeshën me titull Përkujtoj dhe falenderoj, ndërsa pastaj do të kemi në binë 2 voglushe, Sueja Isaku 4 vjeçare dhe Sara Isaku gjithashtu 6 vjeçare, të cilat do të thonë Ushemsu dhe Bihaha, dhe së pari të ftojmë Meriton Manin të recitoj vjeshën. Selam alejkum. Përkujtoj Allahun krijuesin e gjithësisë, falenderoj Allahun burimin e mirësisë. Kur Allahun e falenderoj, shpirti më freskohet. Kur Allahun e falenderoj, shpirti më freskohet. Përkujtoj Allahun që është për plot dashuri, falenderoj Allahun për gjithë këto begati. Përkujtoj Allahun që është dritë në dritë, falenderoj Allahun që më hapën sytë. Selam aleikum. Allah është përblef Meritonin dhe tani thojmë në skenë 2 bukuroshet. والنهار إذا جلاها
Tani të gjithë të thotë të themi mashallah te barekallah, të mos i marrim slish të vajzat e bukura, se sigurisht edhe ne të mëdhenj nuk i dim këtë sure që kënduan ata. Ne më së miri mund të mësojmë për formën e falënderimit përmes njeriut më falënderues ndaj Allahu subhanahu wa taala. E ai është pejgamberi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Tradita e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam gjithashtu na motivon për mirënjohje dhe falënderim. Nga Aisha radhiyallahu anha transmetohet të ketë thënë: Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ngritej natën për namazat gjatë saqë këmbët i patën pëlcitur nga dhembja. Atëherë unë i thash: përse po vërkon kështu o i dërguar i Allahut? Kur ti ka falur Allahu ty mëkatet e mëparshme dhe të pastajme? Ai tha: a mos të jem rob falënderues? Sipas një transmetimi tjetër nga Aisha radhiyallahu anha transmetohet: i dërguar i Allahut shpesh thoshte në ruku dhe në sejdën e tij: Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Falënderimi të qoftë ty, krijuesi im, dhe qofshi i falënderuar, o Allahu im, më fal. Tani në vazhdim, një prej thirrësve më të njohur në Kosovë do të ngjitet në skenë. Ka diplomuar në Fakultetin e Hadithit në Universitetin e Medinës. Studimet postdiplomike i vjen në Kairo. Me ligjëratat e tij u bë i njohur edhe jashtë Kosovës. Vjen nga qyteti i Mitrovicës që të ligjëroj me temën fitimtarët në Ramazan. Është ky hoxha i nderuar Enis Rama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Falënderimet, lavdrimet i takojnë vetëm Allahut të madhruar, ndërsa paqja dhe bekimi i tij qofshin mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që e ndjekin në rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Pas falënderimit të Allahut azza wa jall, falenderoj ata që e organizuan këtë manifestim kaq madhështor dhe lutem Allahun e madhuar t'i bëj shkaktar për punë të mira vazhdimisht. E pastaj falenderoj edhe juve të gjithëve që keni gjetë kohë që të vini këtu dhe lutem Allahun e madhuar që t'u amundsoj ta goditin natën e Kadrit dhe t'ju gjena jo natë në falendrim, adhurim, kërkim të falem dhe Allahut të madhruar. Fitimtarët në Ramazan janë ata që e kanë agjëruar. Fitimtarët në Ramazan janë ata që kanë kërkuar falje prej Allahut të madhruar. Fitimtarët janë ata të cilët do të gëzohen në fund të Ramazanit me përhare të shumta që do t'ju vinë nga anë të ndryshme, nga anë e Allahut azza wa jall, me lajket e tij e kështu me radhë. Prandaj, për këtë fitim madhështor, kanë uruar edhe shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E kanë pas traditë që në fund të Ramazanit, sikurse ka ndodhur me Abdullah ibn Mesudin, Allahu qoftë i kënaqur me të, e me Aliun, Allahu qoftë i kënaqur me të, e kanë pas traditë që në fund të këtij muaji të thonë njerëzve se kush është ai që ka fituar me faljen e Zotit. Kush është ai që ka fituar me bartjen e emrit të tij nga listat e banorëve të xhenemit me listat e bardha të banorëve të xhenetit? Kush është ky që ka fituar? E t'ia urojmë ne atij fitoren. Shpresojmë që t'jemi ne prej tyre. Fitoria më e madhe që besimtari dhe besimtarja e korr në këtë muaj të madhruar është falja e mëkateve. Është që t'ia mundson Allahu i madhruar që në fund të këtij muaji të del i pastër nga mëkatet, të del i pastër nga e kaluara, e mbytur dhe e përlyer me mëkate dhe me rebelimin ndaj Allahut të madhruar. Andaj jo rastisht edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ka pyetur Aisha radhiyallahu anha se nëse unë dëshiroj që ta angazhohem më tepër në 10 ditën e fundit dhe e kërkoj në këto ditë natën e Kadrit, çka të them o i dërguari i Allahut? Atëra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: thuaj o Aisha, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah, ti ai që e afu,
E emri Allahut Afu që ka ardhur në këtë pjesë të këtij hadithi dallon nga emri i tij Ghafur. Nga se Allahu Gjelle Ola është falës me një emër që është Ghafur. Mirë po në këtë hadith të Aishës nuk ka ardhur fjala Ghafur, por ka ardhur fjala Afu, e që ka dallimin mes vete. Andaj nëse meditojmë në këtij hadithi, do ta gjejmë se sa mëshirë për neve ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do ta gjejmë se sa preciz na ka mësuar të drejtohemi Allahut të madhruar. Nga se edhe emri Allahut Ghafur, sikur se i ndëgjuat më herët emrat e Allahut të madhruar, edhe emri i tij Ghafur, por edhe emri i tij Afu janë emrat e bukur të Allahut azza wa jall. Mirë po, përmendja e tyre dallon në vende të ndryshme. Fjala Afu në gjuhën arabe nënkupton falje dhe shlyrje. Andaj kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot Aishës, o Aisha, lutë Allahun që t'i falë mëkatet përmes emrit të tij Afu, jo përmes emrit të tij Ghafur, do të thotë kërkon nga Allahu i madhuar që mëkatet që i kemi bërë, jo vetëm të na i falë, por të na i fshin komplet këto mëkate, po thuaj se kur nuk e kemi bërë. Ky është fitimi më i madh. Andaj sikur se ka në disa transmetime nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ku thuhet se atij që Allahu i ia fal me këtë emër, atij që Allahu i ia fal mëkatet me emrin Afu, bën Allah i madhruar që edhe toka të harron mëkatin që e ka bërë, edhe me lajke të harrojnë mëkatin që e ka shkruar, edhe njeriu të harron mëkatin që e ka bërë. Andaj kur Allahu xhallahu ala na fal, kjo do të thotë se nuk na përmend më asnjëherë atë mëkat që e kemi bërë. Prandaj jo rastisht ka ardhur që ta shpeshtojmë në këtë net fjalën dhe thirrjen e Allahut me emrin e tij Afu. Disa nga dietarët e kanë pas traditë që kur ju kanë drejtuar njerëzve me vlerat e muajit të Ramazanit, e kanë lidhur këtë muaj me tregimin e Jusufit alayhi salam. Dhe sa kanë folur për Ramazanin, kanë dashur që praktikisht të tregojnë ndikimin e tij dhe vlerën e tij përmes tregimit të Jusufit alayhi salam. Ky tregim madhështor në Kur'an, që flitet për këtë pejgamber të madh të Allahut azza wa jall, dhe tregimi i tij është emërtuar dhe me emrin e tij në surën e posaçme, në surën Jusuf. Ky tregim mbahet në vetë mësime të shumta, nuk është koha për të zgjeruar në hollësitë e këtij tregimi. Mirë pa ja që dua ta them është një pjesë e këtij tregimi e që ka të bëjë mu me këtë lloj të faljes që ne e kërkojmë nga Allahu në këto ditë të fundit dhe shpresojmë që përmes këtij kërkimi ta korrim fitoren e duhur dhe të kërkuar në fund të muajit të Ramazanit. E dini shumë mirë se Jusufi alayhi salam duke qenë i vogël ja patën zili vëllezërit e tij për shkak të afërsisë që e kishte ai me babën e vet. Dhe ja bërën një lloj hileje, e ndan nga baba e tij e hodhën në bunar, dhe si pasojë e kësaj hudhje, dhe si pasojë e kësaj ndarje, ndodhi ajo që ka ndodhi Jusufit alayhi salam. Mirë pa Allahu azza wa jall nuk ja humb robën e tij. Ati që është bërë zullum herë do kurda, Allahu xhallahu ala nga dhimtar do ta bën. Edhe Jusufi alayhi salam përjetoi atë që e përjetoi. U bart në përtregje të ndryshme, e ushqit si rab, e pastaj si shërbëtor në pallatin e princit e kështu me radhë, pastaj edhe insistimi i zonjës se ta përlyn moralin e tij, edhe burgu i tij, gjitha këto ishin pjesë përbërëse e historisë e Jusufit alayhi salam, e që për gjitha këto shkaktar ishin vëllezërit e tij. Kur u takua me vëllezërit e tij Jusufi alayhi salam, pas disa takime me të caktuara, kur në fund vëllezërit e tij e morën vesh se ky është Jusufi, edhe e ulën kokën të turpruar për atë që kishin bërë. Çka ju tha Jusufi alayhi salam? Jusufi alayhi salam ju tha: la tathriba alaykum al-yawm, yaghfiru Allahu lakum. S'ka qërtim sot për juve, u afal Zoti juve. Njeriu i cili në vetën e tij është i prirur për të hakmarr për atë që i është marrë. Njeriu i cili e ka egon e vet,
njeriu I cili ka të metët e tij me gjitha këto, ky njeri I udhëzuar dhe I drejtuar me mësimet e Allahu xhallahu ala, u tha vëllezërve të tij, nuk ka qortim për juve sot. Le që u afali, lere që u afali, mirë po kur e solli babën e tij, edhe kur e solli nanën e tij edhe vëllezërit e tij në Egjipt për t'i nderuar, I tha babës së tij, Zoti më ka begatuar me shumë begati. Më begatoi edhe atë ditë kur më nxorin nga burgu. Begatia e parë që Allah ja dha Jusufit nuk është nxirja nga burgu. Mirë po është dalja nga bunari që e kishin hudhur vëllezërit e tij aty. Mirë po ai që e fal me të harrume, nuk e përmend më. Andaj tha, Zoti më begatoi mua në momentin kur më nxori mua nga pusi. Nuk deshe që ti ngushton të vëllezërit e tij që të thotë se Zoti më begatoi në moment kur më nxirrin nga pusi, po tha Zoti më begatoi në moment kur më nxirrin nga burgu, nga se vëllezërit e tij mos më ngushtohen se u kishte fal një herë. Andaj u tha, la tathriba aleikum al-yawm, nuk ka qortim për juve. E nëse krijesa fal kështu, edhe nuk I përmend, edhe nuk I ngushton, ata që ati kishin bu zullum, ata që ati kishin bu keq, atëre sa na mbetet neve të shpresojmë në Allahun xhallahu ala përmes t'i emni afu, që të na falë Allahu xhallahu ala, edhe ditën e Kiametit kur takohemi me të, mos na I përmend ato që kemi bënë asnjëherë. Ti bën të harruara, ti bën të harruara për tokën ku e kemi bërë mëkatin, ti bën të harruara për njerëzit që atyre u kemi bërë mëkatin, ti bën të harruara për të gjithë ata. Edhe mbi gjitha këtu Allahu azza wa jall të bën që ato që të këqijat I kemi bërë, edhe këtë bën Allahu I madhruar. Edhe këtë bën. Lëre që I fshin, lëre që I harran, mirë po I shëndran në të mira. Ti ke bë keq, kërkon falje nga ai ato ti fal. Ti harran, s'ti përmend, edhe I shënon si të mira thu se ke qenë duke bërë mirë. Andaj ta lutim Allahun në këtë muaj, në fund të këtij muaji me këtë emër madhështor, duke përkujtuar këtë kuptim të këtij emri, nga se emri Allahut Afu, Allahumma innaka afuun, o Zot ti je afu, nuk kupton faljen e mëkateve edhe harresën e tyre. Andaj paramendoj se kurse me një listë janë shkruar të këqija që I ke bërë. Pastaj të është ofruar lista dhe të është thënë je I amnestuar nga dënimi për të gjitha këto që I ke bërë. Nënshkruaje këto. A do të gëzohesh? Padyshim se do të gëzohesh. A do ta ndish vetën se ke fituar? Padyshim se po. Edhe pse ato do të figurojnë në këtë listë, edhe pse ato do të figurojnë dikun në ndër dosjet tënde se ti I ke bërë, mirë po vetë fakti se je I amnestuar të bën që të dihesh I qetë, I sigurt dhe I gëzuar dhe I fituar. E çka nëse ndodh që ajo listë të shkryhet komplet, të fshihet, të shlyhen të gjitha që kanë qenë aty dhe të thuat shka I falur je dhe të janë harruar të gjitha ato që I ke bërë ti. Gjitha këto keni mundësi ti arrim në fund me këtij muaji. Nëse arrim, kemi fituar. Shpresojmë që të arrim, duke lutur Allahun azza wa jall me emrin e tij, Afu, o Zot ti ai që fal, falje e cila I shlyn të gjitha mëkatet tona. Falje e cila I bën të harrohen të gjitha të këqijat dhe e kaluara jon. Na fal neve nga se ti ai që e don faljen, përmes mëkateve që I kemi bërë dhe kthimit tek Allahu azza wa jall, deri që e largojmë dënimin e Zotit për neve. Mirë po ne e sjellim mbi veten tonë gëzimin e Zotit azza wa jall, nga se Allahu don kur ne kërkojmë falje prej tij. E lutim Allahun e madhnuar që në fund të këtij muaji të bekuar, Zoti I madh të na mundson që të arrijmë fitoren e faljes së mëkateve. Zoti I madh të na mundson që të arrijmë fitoren e përgëzimit të madh, madhështor, që Allahu xhallahu ala të thotë me lajkeve të tij që emrin e filanit edhe filanit edhe filanës fshiheni përjetësisht. Fshiheni përjetësisht nga listat e xhenemlive dhe vendoseni në listat e banorëve të xhenetit. E Allahu nëse një herë flet, nuk e ndron fjalën e tij, nga se Allahu thotë ma yubaddalu al-qawlu ladayya wa ma ana bidhallamun lil-abid. Tëune nuk ndryshon fjala. Nëse në këtë Ramazan Zoti ka thënë që ti jesh nga banorët e xhenetit, sa ti jesh gjallë kimë punu si banorët e xhenetit, nga se Allahu xhallahu ala nuk e ndron fjalën e tij. Andaj nëse ta ka falë një herë, nuk kthehet më nga ajo falje. Vazhdon në të deri në ditën me takimin me të. Kjo është fitoria më e madhe. Kjo është ngadhnimi dhe fitoria që çdo besimtar duhet të angazhohet për të arritur atë.
çdo besimtare, duke lutur Allahun xhalla wala me duan e njohur. Ta shpeshtojmë këtë dua në këtë ditë të bekuara, duke lutur Allahun azza xhall na i pranoj këtë dua. Ta lutim Allahun azza xhall për falje, për bashkim, për pajtim me Allahun xhalla wala, për pajtim mes vete, për jetë të mirë të sigurt në hijen e adhurimit të Allahut xhalla wala, dhe të lutim Allahun e manduar që veprat tona më të mira ti bën veprat e fundit. Veprat tona më të mira ti bën ato që i bëjmë në fund të Ramazanit, ato që i bëjmë në fund të jetës tonë, dhe ditën më të mirë Zoti për neve të e bën, ditën më të lumtur, ditën më të gëzuar, Zoti të bën ditën ku të takojmë Allahun azza xhall dhe të gëzohemi për fitoren e arritur në jetën e kësaj bote, përmes adhurimit, përmes agjerimit, përmes namazit, edhe përmes islamit në përgjithësi. Zoti ju bekoft, u afal mëkatet e gjithëve, na mundsof që të na i fal gjithë mëkatet dhe bajram të këndshëm me ne, falje të mëkateve dhe pajtim me Allahun azza wa jall. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Është knatësi të kesh hoxhallar të tillë në kësaj lloj tribunash dhe besoj që secili nga ne do të arrijë së paku të kap nga një segment nga këshillat që na dha hoxha në vazhdim të thotë Enis Rama dhe të tjerët. Kjo është një dhunti e Allahut subhanahu wa taala që u ka mësuar atyre në të njëjtën kohë na e ka ofruar edhe ne që të jemi pjesëmarrës në këto tubime falënderuese ndaj Allahut subhanahu wa taala. Në vazhdim të rrasim njeriu i cili nuk hezitoi të lej anash një karrierë të bujshme muzikore. Për të përgjigjur thirrjet së Allahut subhanahu wa taala. Bëhet fjalë për ish vokalistin e grupit muzikor TNT, Ferki Shala. Ilahia të cilën do të këndoj në vazhdim është Falja kërkoj. Ftojmë pra në skenë vëllaun ton Ferki Shala. Ndërsa si vokal për qellës do të ftojmë edhe vëllaun Adem Ramadani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bamian hapsirë më është mjegulluar, qartë nga lotët s'mund të shikoj, t'kaluarën s'mundem të ndryshoj, i penduar sot falje kërkoj, t'kaluarën s'mundem të ndryshoj, i penduar sot falje kërkoj. Më faljo faljes që falje me dëm, robit sot faljet kërkon. Më faljo faljes toj më shirësh mi Zot, atë që dje e bëra e urejun sot. Më faljo faljes toj më shirësh mi Zot, atë që dje e bëra e urejun sot. Kokën nga toka nuk dua të ngrej, lotët nga syt nuk mundem t'i ndaj, unë mbështetja tek ai që faljen e dha, me shpresën e madhe që do t'më fal. Unë mbështetja tek ai që faljen e dha, me shpresën e madhe që do t'më fal. Më faljo faljes që faljen e dha, robit sot faljet kërkon. Më faljo faljes oj më shirësh mi Zot, atë që dje e bëra e urejun sot. Më faljo faljes toj më shirësh mi Zot, atë që dje e bëra e urejun sot.
Një pjesë tjetës si me në kotë si e kalova, mëshira e Zotit mua më udhëzoj, tani jeta ime krejt ka ndryshuar, veç sot lumturinë zemra ime kuptoj, tani jeta ime krejt ka ndryshuar, veç sot lumturinë zemra ime kuptoj. Më falë o falës që faljen e dëm, robit sot faljet kërkon. Më falë o falës oj më shirë shmizot, atë që dje e bëra e ureju sot. Më falë o falës oj më shirë shmizot, atë që dje e bëra e ureju sot. Allah është për gjithë. Unë do t'i nalë vëllezërit Ademin dhe Ferkin se gjithmonë do të vetëm i ndëgjojnë duke kënduar ilahi, por kështu të shfrytëzojmë rastin një mini intervistë ta zhvilloj, pasi që edhe unë si gazetar do të shpeshherë kam dashur të intervistoj, por ka qenë koha kur ju keni kënduar dhe unë kam punuar në media tjera, gjithashtu edhe unë kam kënduar një kohë shkurtër. Ferki, të lutem na trego se shpeshherë ndoshta ta shtakohesh edhe me ish kolegët e tu, si e kanë pritur ato do të thotë ndryshimin tënd pozitiv dhe a komentoni, atakoheni shpesh me ta dhe si zhvillon biseda? Fillimisht, unë shpresoj që nashta mendimi i atyre ka qenë pozitiv, por unë jam i mendimit prapë që ata besuan që Ferkiu kthehet mas një 2-3 java, po 2-3 muaj. Në qatë veprimtari në cilin kam qenë, por ata ishën dopt, Allah për shumë i fort edhe unë anova atje ka e vërteta dhe e vetmja rruga cila në qonë atje ku në edhe e blejtën biletin për me shku në xhenet. Elhamdulillah, do të doja të prashtoj edhe një pyetje shkurtë dhe të mos të lodhi shumë dhe të thrasim pastaj edhe mysafirët e tjerë. Si shkon puna, përveç ilahive, çka punon Ferkiu dhe si shkon jeta private? Unë e pak me hajgare shpesh e bëj një përgjigje që momentalisht mirëm me 2 sene cilat janë më të ëmbëla në botë, është namazi edhe mirëm me mjalt. Allahu të ruaj, selam aleikum. Ademi nuk do të lëshoj edhe për një kohë të shkurtër, pasi në pinë ftoj përsëri Hafez Gjemail Nuhion, që së bashku të këndojnë ilahin tjetër të radhës, lumet na që kemi fe. Zotit lot ju dhe beson, rrugës ti mos ju largo, përveç ti tjetër nuk kam, la ilaha illallah. Zotit lot ju dhe beson, rrugës ti mos ju largo, përveç ti tjetër nuk kam, لا إله إلا الله. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا لو ما طاش كمي في الله. يا هلا يا هلا يا هلا Zoti botën ka kriju, pejgamber na ka dërgu, pa besim shpëtim nuk ka, la ilaha illallah. Zoti botën ka kriju, pejgamber
dërgu, pa besim shpëtim nuk ka, la ilahe illallah. Ya hala, ya gala, ya hala, ya gala, ya gala, ya gala. Slumatna çekeni fe Allah, ya hala, ya gala, ya hala, ya gala, ya gala, ya gala. Lumatna çekeni fe Zoti dash ti të madhroj, me namaz të adhuroj, ti e një tjetër nuk ka, la ilaha illallah. Zoti dash ti të madhroj, me namaz të adhuroj, ti e një tjetër nuk ka, la ilahe illallah. Ya hala, ya gala, ya hala, ya gala, ya gala, ya gala. Lumatna çekeni fe Allah, ya hala, ya gala, ya hala, ya gala, ya gala, ya gala. Lumatna çekeni fe. Faleminderit. Falenderojmë edhe në Ramadanin dhe Hafez Gjemajluhion, me të vërtet ilahi shumë prekse dhe mrekullueshëm e interpretuar. Fjalët e Allahu subhanahu wa taala dhe mësimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam na tërheqin vëmendjen në përkujtimin e të mirave të Allahu subhanahu wa taala që i kemi për rreth nesh. Vallë, sa herë u ka shkuar mendja të falenderosh për ushqimin që e merr dhe e fut në luftë. Sa herë ke falenderuar Allahu subhanahu wa taala për sytë që ke. A ke menduar se sa shumë të don ty Allahu subhanahu wa taala, duke të dhënë mendje të shëndosh? Andaj, mos për to, falenderoja atë. Të gjitha këto të mira ti nuk do t'i shlisje për shumë kilogram ari e as për pallatet e mëdha, e nuk do t'i jepje për asgjë të kësaj bote. Tani në vazhdim do të flasim për një hoxh nga Shkupi. Ai ka diplomuar në Medinë në Fakultetin e Shariatit. Është hatib në xhaminë e Vizbegut. Njeriu me duart e të cilit Allahu subhanahu wa taala ndërtoi shumë xhami madhështore. U bë i njohur edhe me pajtimin e njerëzve në vendin tonë dhe më gjë. Selamen e dërgoj nga hoxha i nderuar, do thotë Ekrem Avdiu, i cili mungon në këtë tribunë për shkaqe objektive. Por si thot vetëm edhe hoxha Ekrem Avdiu, atë do të zavancoj shoku i tij i zemrës Efendi Ferit Selimi. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Falënderimi takon Allahut Dhul Jalal, i cili na ka bërë prej këtij dini të madh Islam, i cili i vetëm është i pranuar te Allahu, atij na i koshmi fal. Ndërsa s'ka dyshim se salavatet dhe selamet janë mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tina, mbi shokët e tina dhe mbi gjithë ata të cilët e pasojnë këtë din tek deri në ditën e gjykimit. Duke pas parasysh se këtë bim mahët me rast të përcjelljes së Ramazanit, në fillim të Ramazanit spjegojna ajetet kuranore ku Allahu Dhul Jalal na ka obliguar me këtë adhurim të madh, në të cilën adhurim Allahu po i fshin mëkatet apo gjunahet e besimtarëve. Shohmi se Allahu Dhul Jalal në librin e tina, në fund të ajeteve
të Ramazanit po thot: "Walitukmilu al-iddata walitukabbiru Allaha ala ma hadakum." E juve është që ta plotësoni agjerimin e ta madhnoni Allahun Dhul Gjelal për atë që ju ka udhëzuar Allahu Dhul Gjelal. Komentatorët e Kur'anit po thojnë, kur përmendet fjala idda, ka dy qëllime. Qëllimi i parë është për ata të cilët janë konë të smut, apo janë konë në udhëtim, edhe nuk kanë mund me agjenu muajin e Ramazanit, le ta plotësojnë agjerimin masi që të kalon muaji Ramazanit. Ndërsa grupa e dytë e komentatorëve po thotë që Allahu Dhul Gjelal po përmend që ata të cilët e plotësuan agjerimin e Ramazanit e kanë për obligim kur shkojnë me fal Bajramin me madhnu Allahu Dhul Gjelal sikur çka e madhrojna me tekbiret Allahu Akbar, la ilaha illa Allahu, Allahu Akbar, wa lillahil hamd. Këto tekbire të cilat ja çojnë Allahu Dhul Gjelal duke e madhru ata para se me falen namazin e Bajramit, bahen për me falënderu Allahu Dhul Gjelal për këtë nimet të madh të cilën e ka dhënë. Se po thot Allahu Dhul Gjelal në fund të Kuranit, në fund të këtij ajeti: "Wa la'allakum tashkurun", ndoshta keni me ditë me falënderu Allahun. E s'ka dyshim se madhnimi i Allahut është një prej falënderimeve më të mëdha që ka mundet me u bë atij. Po ashtu po thot Allahu Dhul Gjelal në Kur'an: "Qad aflaha man tazakka", ka shpëtuar ai i cili u pastru, "wa dhakara isma rabbih fa salla", edhe ai i cili e përmend emrin e Allahu Dhul Gjelal dhe falet. Thojnë dietarët e parë të këtij ummeti se Allahu Dhul Gjelal në këto ajete e ka përmendën sadaka i fitrin dhe e ka përmendën tekbirin dhe e ka përmendën faljen e Bajramit. E lusë Allahu Dhul Gjelal qysh ne i ka bo nasip me mri muajin e Ramazanit, me ne i bo nasip edhe me kry muajin e Ramazanit, me ne i bo nasip me dhonë sadaka i fitrin, me ne bo nasip me qu tekbire dhe me ne bo nasip me falen Bajramin me të cilin do të kompletohet agjerimi jonë. Pra të sje pra, për me kompletu këtë agjerim të madhë të cilin e ka dhënë Allahu Dhul Gjelal, jemi të obligum që para se me falë Bajramin me dhanën sadaka i fitr. Sadaka i fitr o vëllezër i ipet për të voglin edhe për të madhin, i ipet për burra e për gra, i ipet për të lirë, po i ipet edhe për robë. Është obligim për ata të cilët kujdesin për familjet e tyre. Se cili musliman pra e ka për obligim me dhanë sadaka i fitrin për vete, për shoqin e tina, për fëmijët e tij dhe për të gjithë ata të cilët janë në mbikëqyrjen e tina. Ishte tradit në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që sadaka i fitrin me dhanë prej 5 gjërave të cilat u përdorshin në atë kohë. Gjëra e parë e cila u përdorke në kohën e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishin drithrat, sikur çka përdoren edhe sot. Apo elbi, apo hurmat, apo pemt e thata, sikur çka ishte rrushi i thatë, apo bylmeti, sikur çka është prezent në kohën tonë. Prej gjitha këtyre llojeve, të cilat janë përmendura në hadithin e Ibn Omerit radiallahu anhu, kishte tradit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të jep një pijat, e cila pijat peshonte në kohën e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mes 2 kilogramve e gjys e 3 kilogramve. Dhe thot e ka për obligim se cili musliman me dhanë një sadaka i fitr në vlerë të ushqimit të cilin e përdor në shtëpinë e tina, e cila peshon për afërsisht 3 kg. Pra ta suje pra,
Me këto gjona kompletohet agjerimi jonë, se ka ardhur në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Agjerimi jonë nen i varur mes qiellit dhe tokës, derisa nuk i ipët sadaka i fitri, i cili sadaka i fitr është pastërim për trupin, ndërsa është ushqim për vëllezërit tanë, të cilët janë të vobekët dhe kanë nevojë për ndihmën tonë. Elus Allahu dhul Jalal me na bos solidar dhe bujar, sikur çka ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për të cilin ashton ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bujar, por në 10 ditë e fundit ushtonte bujaria e tij, sikur çka është era e pranverës. Elus Allahu dhul Jalal me emrat e tij të bukur, me cilësitë e tina të larta, me i pranua agjerimet tona edhe veprat e mira të cilat i bëjna, dërsa përshëndetja e ime dhe duaja e fundit e ime është walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Falenderoj hoxhën Ferit Selimi, nëse tani për të feskuar këtë natë do të thotë edhe një herë do të ftoj në skenë vëllain ton Adem Ramadani të na këndoj edhe një ilahi dhe pastaj do të vazhdojmë me vëllain Ferkishale. Edhe dhe shkoj jeta për mu, zemra më shëzi, gjunohet kanë lu. Edhe dhe shkoj jeta për mu, zemra më shëzi, gjunohet kanë lu. Tu im djeki dunia, më shkova, Allahu të rohë, sun ju bona. Tu im djeki dunia, më shkova, Allahu të rohë, sun ju bona. Ta si slatun kur për Allah, as po vjen se të skara. Ta si slatun kur për Allah, as po vjen se vjet i kanë shpejt, kanë shpolqona, Allahu të rohë, se s'ju bona. Vjet i kanë shpejt, kanë shpolqona, Allahu të rohë, se vdekja po m'pret, o more, e unë për këtë din, kur gjon nuk kam bo. Vdekja po m'pret, o more, e unë për këtë din, kur gjon nuk kam bo. Jo do ki ka tre qumë sultana, Allahu të rohë, se s'ju bona. Jo do ki ka tre qumë sultana, Allahu të rohë, qysh
نسيان وقونا ظافر آخرة ساجد مالك يا مات كركوز كامينين نسيان وقونا ظافر آخرة ساجد مالك يا مات كركوز كامينين دمتر شفين كوكك يا دنيا الله قدرة ششمس ميوبا دمتر شفين كوكك يا دنيا الله قدرة Falenderojmë edhe njerë Allahun Ademin dhe Allahun Gjemailin, nërsa tani në skenë do të thëmë një thirrës e njohur nga Shqipëria, i cili vepron edhe në troje tjera shqiptare. Ka diplomua në Universitetin Islamik në Riyadh, ka përfunduar fakultetin si student më i dalluar. Studimet postdiplomike i vjen në Kairo. Në skenë ftojmë hoxhën e nderuar Ismail Barboshi. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. Falenderimet, lavdit dhe mirënjohjet i takojnë Allahut, krijuesit të qiejve dhe të tokës, i cili I ka bërë me lajket të dërguar me 2, 3 dhe 4 krahë. Allahu I lartësuar shton në krijim ç'të dëshirojë. Ai ka fuqi për të bërë gjithçka. Zoti I Madhërisëm është dhuruesi I mirësive. Allahu I lartësuar është ai që na ka mbuluar me begatitë e Tij. Zoti I Madhërisëm ka krijuar për ne qiejtë dhe tokën. Për ne ka krijuar detin, për ne ka krijuar lumej, për ne Allahu I lartësuar ka krijuar trupat qiellor, mes të cilëve diellin dhe hanën, të cilët në vazhdimsi ecën dhe qarkullojnë hapësirë. Për ne Allahu I lartësuar ka krijuar kopshtat e begatshme dhe gjithçka. Zoti I Madhërisëm thot në Kur'an: Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها Innal insana la zalumun kaffar. Allahu I lartësuar na ka bërë mirësi të shumta. Nëse do të përpiqesh që ti numëroni mirësitë e Zotit subhanahu wa taala, nuk do të arrinim që ti numëronim ato. Por njeriu është I padrejtë. Njeriu është mosmirënjohës ndaj Zotit subhanahu wa taala. Të nderuar të pranishëm, Zoti I Madhërisëm na ka mbuluar me të mirat e Tij. Të mirat e Zotit për ne janë të dukshme dhe të padukshme. Ai thot në Kur'an: Alam taraw anna Allaha sakhkhara lakum ma fi as-samawati wa ma fi al-ardi wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batina. A nuk vëreni se Allahu I lartësuar e ka nënshtruar për ju gjithçka në qiell dhe në tokë? Sa Allahu I lartësuar ka mësuar që të shfrytëzoni gjithçka në qiell dhe në tokë? Dhe u ka mbuluar me të mirat me dhuntit e Tij të dukshme dhe të padukshme. Të gjitha këto mirësi Allahu I lartësuar na I ka bërë që ne ta falenderojmë atë, që ne ta madhrojmë atë. Qëllimi I krijimit ton është që të falenderojmë Zotin, që t'i vlerësojmë të mirat e Zotit subhanahu wa taala.
Ndaj Allahu i lartësuar thot në Kur'an: "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun." Allahu i lartësuar ju nxori juve nga mitrat e nënave ndërkohë që ju nuk dinit asgjë. Dhe ju pajisi me të dëgjuarit, të parët dhe zemrat në mënyrë që ju të falenderoni. Pra qëllimi i krijimit tonë është që të adhurojmë Zotin. Allahu i lartësuar na ka pajisur mirësinë e të dëgjuarit, të parët dhe zemrat që të falenderojmë Zotin, të madhrojmë Allahun. Zoti i madhërisëm i ka dërguar të dërguarit dhe i ka shpallur librat në mënyrë që të ta falenderojmë atë, në mënyrë që ta madhrojmë atë. Prandaj thot në Kur'an: "Kema arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukum al-kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun." Ashtu sikur se ne kemi dërguar mes jush një të dërguar prej jush, i cili do t'u lexojë juve faktet, argumentet dhe treguesit tanë, do t'ju pastroj juve nga veset e ulta, nga punët e këqija, nga idhujtaria dhe nga shirku, do t'u mësoj juve librin Kur'an në madhërishëm, do t'u mësoj sunetin dhe të gjitha ligjet fetare, dhe do t'u tregoj juve rrëfimet e popujve të hershëm, e do t'u mësoj juve gjëra të cilat ju nuk i dinit. Ndaj, thot Allahu i lartësuar, më kujtoni mua me ibadete, në mënyrë që dhe unë të kujtoj juve e të shpërblej. Më falenderoni mua dhe mos i mohoni të mirat që unë ju kam bërë. Të nderuar vëllezër, i dërguari i parë për njerëzit ka qenë Nuh alayhi salatu wassalam. Një ndër cilësitë që spikasin tek Nuh alayhi salatu wassalam ka qenë mirënjohja. Nuh alayhi salatu wassalam ishte mirënjohës ndaj Zotit. Zoti i madhërisëm thot në Kur'an: "Dhurriyata man hamalna ma'a Nuh, innahu kana 'abdan shakura." Ju jeni pasardhës të atyre të cilëve ne i mbartëm me Nuhun alayhi salam. Vërtet Nuhu ishte njëri falënderues, ishte njëri mirënjohës ndaj Zotit subhana. Edhe babai i profetëve Ibrahim alayhi salam ishte mirënjohës ndaj Zotit subhanahu wa taala. Zoti thot në Kur'an: "Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun min al-mushrikin, shakiran li an'amihi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim." Vërtet Ibrahimi ishte prijës madhështor dhe shembullor. Inna Ibrahima kana ummatan lillahi, ummatan qanitan lillahi hanifa. Ai bënte ibadet Allahut, adhuronte vetëm një Zot vetëm dhe nuk i bënte shok atij në adhurim. Ai e falenderonte Allahun e lartësuar për dhuntit dhe të mijat e begatitë e tij. Pra kështu ka qenë Ibrahim alayhi salatu wassalam. Njerëzit në këtë dynja ndahen në dy grupe: falënderues dhe mohues, mirënjohës dhe mos mirënjohës ndaj Zotit subhana. Zoti i madhërisëm thot në Kur'an: "Inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura." Ne i kemi treguar njeriu të rrugën e vërtetë. Dhe ai ose do të falenderojë Zotin, ose do t'i mohojë mirësitë e Zotit subhana. Pa në këtë mënyrë Allahu i lartësuar na bën thirrje neve që të meditojmë mbi dhuntit të mirat dhe begatitë që ne ka bërë dhe t'i kthejmë ato në falënderim ndaj Zotit subhanahu wa taala. Të nderuar vëllezër, falënderimi dhe mirënjohja ndaj Zotit subhane është gjysma e besimit. Dhe nëse njeriu nuk është mirënjohës ndaj Zotit subhane, ai nuk mund të jetë besimtar i vërtetë. Përmes falënderimit ndaj Zotit subhane, ne mund të shpëtojmë nga dënimi i zjarrit të xhehenemit. Allahu i lartësuar i ka përmendur bashkë falënderimin dhe besimin, duke i përmendur ato si shkak i shpëtimit nga zjarri i xhehenemit. Zoti thot në Kur'an: "Ma yaf'alu Allahu bi'adhabikum in shakartum wa amantum, wa kana Allahu shakiran alima." Përse t'ju ndëshkoj Allahu i lartësuar nëse ju falenderoni dhe i besoni Allahut të lartësuar? Pra, me falënderim dhe besim
ne mund të shpëtojmë nga zjarri i xhehenemit. Mirësitë e Zotit, shpërblimin e Allahut, xhenetin e Allahut të lartësuar do të arrijnë vetëm falënderuesit. Zoti i Madhërisht thot në Kur'an: "Wa sanajzi shakirin." Ne do t'i shpërblejmë ata të cilët janë mirënjohës. Të nderuar vëllezër, në surën Insan Allahu i lartësuar ka përmendur begatitë e xhenetit, ka folur për dhuntitë e xhenetit, dhe pastaj ka thënë: "Inna hadha kana lakum jazaa wa kana sa'yukum mashkura." Ky është shpërblim për ju, sepse angazhimi dhe puna juaj është e vlerësueshme. Ju keni bërë mirësi, ju keni falënderuar, dhe unë, thot Allahu i lartësuar, jam mirënjohës ndaj jush. Prandaj ju jap dhuntitë e xhenetit, pallatet e xhenetit, hyritë e xhenetit, kopshtet e xhenetit, pemët e xhenetit, frutat e xhenetit dhe shikimin tek fytyra e ndritshme dhe e bukur e krijuesit të gjithësisë, Allahu subhanahu wa taala. Të nderuar vëllezër, falënderimi do të sjellë për ne mirësi në këtë dynjë dhe në botën e përtejme. Ndërsa mos mirënjohja ndaj Zotit, ndaj Allahut të lartësuar, sjell kaos, krizë, mjerim, varfëri, probleme, dekadencë dhe mjerim e vuajtje, dënim në zjarrin e xhehenemit në ditën e gjykimit. Zoti na ruaj. Allahu i lartësuar na ka treguar neve në Kur'an se si shkak i falënderimit dhe mirënjohjes ndaj Allahut të lartësuar ka shpëtuar Nuhu së bashku me besimtarët nga populli zullumçar. Ka shpëtuar Ibrahimi alayhi salatu wassalam nga populli zullumçar. Ka shpëtuar Musa alayhi salatu wassalam nga Firauni dhe ushtria e tij. Si rrjedhoi e falënderimit ndaj Zotit subhanahu. Ka shpëtuar Luti alayhi salatu wassalam nga populli zullumçar. Zoti i Madhërisht thot në Kur'an: "Ni'matan min 'indina, kadhalika najzi man shakar." Si shpërblim nga ana jonë, ne kështu i shpërblejmë ata të cilët e falenderojnë Zotin subhanahu wa taala. Nga ana tjetër, Allahu i lartësuar na ka treguar neve në Kur'an se si kanë pësuar ndëshkimin ata të cilët i kthyen shpinën fesë Allahut, ata të cilët nuk e falenderuan Allahun e lartësuar për të mirat që u kishte bërë. Zoti ka folur në Kur'an për popullin e Sebeit, të cilët kishin kopshte, lëndine dhe mirësi e begati, pemë dhe fruta dhe perime të ndryshme në dy skajat e lumit dhe të digës të cilët kishin vënë pranë lumit. Por për shkak se ata nuk e falenderuan Zotin, për shkak se ata nuk e madhëruan Zotin subhanahu, Allahu i lartësuar bëri që të vinte një ujë i vrullshëm, ta thynte digën, ta rënonte digën dhe t'i përmbyste kopshtet, lëndinat, shtëpitë e tyre, dhe kopshtet e tyre u shndërruan me fruta të hidhta, me pemë të hidhta, me gjemba dhe me ferra. Kjo si pasojë mos falënderimit të tyre ndaj Zotit subhanahu wa taala. Zoti i Madhërisht thot në Kur'an: "Wa hal nujazi illa al-kafur." A mund të japim një dënim të tillë ne veç atyre të cilëve nuk e falenderojnë Zotin subhanahu? Në qoftë se njerëzit i harrojnë të mirësitë që ju ka bërë Allahu, në qoftë se ata nuk i vlerësojnë të mirat që ju ka bërë Zoti subhanahu, atëherë Allahu i lartësuar në mënyrë graduale i tërheqë ata në ndëshkim. Ndoshta edhe duke u dhënë atyre të mira, edhe duke ashtuar atyre të mirat. Pasi, nëse njeriu konsumon të mirat që ka dhënë Zoti subhanahu dhe nuk e falenderon atë për to, ai në mënyrë graduale shkon për ndëshkim. Zoti thot në Kur'an: "Falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alayhim abwaaba kulli shay, hatta idha farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idha hum mublisun." Kur ata i harruan të mirat që ne u kishim dhënë, ne u hapëm atyre dyert e mirësive. Ai sa kur ata u ngazullyen dhe u kënaqën me ato që ne u dham, ne i morëm befasisht dhe ata mbetën të zhgënjyer. Të nderuar vëllezër, le të falenderojmë Zotin subhanahu wa taala për të mirat që i ka bërë, na i ka bërë. Të kujtojmë të mirat që Allahu i lartësuar na i ka bërë në organizmin tonë, të mirat të cilat i kemi përreth, dhe të gjitha këto t'i kthejmë në falënderim ndaj Zotit subhanahu.
falënderimi i Zotit bëhet me zemër, duke ju nështruar Allahut, duke i pranuar të mirat që ne ka bërë Zoti subhana, duke dashur Allahun për të mirat dhe bukuritë e mirësisë që ne ka dhënë. Pastaj, duke i përmendur me gojë të mirat që ne ka bërë Allahu, duke i lavdëruar Zotin subhanahu wa taala për të mirat që ne ka bërë. E pastaj, duke i përdorur të mirat që ne ka bërë Allahu subhanahu wa taala në hajër dhe në mirësi. Atëherë, mirënjohja ndaj Allahut të lartësuar bëhet me zemër, me gojë dhe me gjymtyr. E lutim Allahun subhanahu wa taala që të mira ndaj nesh, që mirësi ndaj nesh të jenë të vazhdueshme. E lutim Allahun subhanahu që të mos na privojë nga të mirësitë dhe dhuntit. Muhamedi alayhi salatu wassalam lutej dhe thonte: Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik. O Allah, unë të kërkoj ty, unë të lutem ty, o Allah, unë kërkoj mbrojtjen tënde nga zhdukja e të mirave që me ke bërë, nga smundjet dhe nga largimi i shëndetit që ma ke dhënë. Allahumma inni a'udhu bika min fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. O Allah, unë të kërkoj ty që të mbrosh nga fatkeqësitë dhe dënimi jot i bekasishëm, dhe të kërkoj ty që të më ruash nga zemrimi dhe hidhërimi jot. Muhamedi alayhi salatu wassalam i ka thënë Muadh ibn Jabalit radhiyallahu anhu: Ja Muadh, inni uhibbuk, fala tad'anna an taqula dubura kulli salah, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. O Muadh, unë të dua ty, prandaj mos harro ose mos neglizho që të thuash në fundin e çdo namazi: O Allah, më ndihmo që unë të bëj ibadet ty, të të falenderoj ty dhe të të përmend ty. Të nderuar vëllezër, le ta falenderojmë Allahun subhana, le të jemi prej atyre që e falenderojnë Zotin subhana, sepse Muhamedi alayhi salatu wassalam thot në hadith: Liyattakhidh ahadukum qalban shakira wa lisanan dhakira. Secili prej jush le ta bëj zemrën e tij mirënjohëse ndaj Allahut dhe le ta përmend sa më shumë Allahun subhanahu wa taala me gojën e tij. Të nderuar vëllezër, nëse ne do ta përmendim Allahun, nëse ne do ta falenderojmë Zotin për të mirat që ne ka bërë, atëherë Allahu do të na i shtojë ato. E nëse ne nuk do ta falenderojmë Allahun, atëherë normalisht do të vijë dënimi i Zotit subhanahu. Zoti thot në Kur'an: Wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adhabi lashadid. Zoti juaj ka kuptuar se në qoftë se do të falenderoni, unë do t'ua shtoj mirësitë, dhuntit dhe begatit. E nëse nuk do të falenderoni, atëherë dënimi im është i dhëmshëm. Të nderuar vëllezër, një njeri i cili ngazllehet me të mira që ka bërë Zoti, një njeri i cili mburret dhe krenohet dhe shet mend para njerëzve me të mira që ka bërë Allahu, sillet arrogant, kryelar dhe mendje mëdhej me njerëzit, një njeri i cili përçmon të tjerët duke marrë parasysh të mira që ka bërë Zoti subhane, nuk është falendërues ndaj Zotit. Po ashtu, edhe ai i cili jepet pas kënaqësive të dynjas, duke harruar ahiretin, nuk është falendërues ndaj Zotit subhane. Edhe ai i cili nuk shlyen detyrimet që ja ka bërë Zoti subhanahu wa taala, në mënyrë të veçantë me pasurinë që ka dhënë Zoti subhane, nuk është falendërues ndaj Zotit subhanahu wa taala. Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thënë hadith të vërtetë: Inna lillahi azza wa jalla ni'aman khassa biha aqwaman wa innahu sayuqirruha 'indahum ma addu haqqaha fa idha lam yu'addu haqqaha hawwalaha ila ghayrihim. Allahu na çuar disa njerëz u ka bërë mirësi, dhe ai do t'u lejë atyre ato mirësi për sa kohë që ata do ta falenderojnë Zotin dhe do të shlyejnë detyrimet e këtyre mirësive. Dhe në qoftë se ata nuk do të shlyejnë detyrimet e mirësive, atëherë Allahu do t'u heqë atyre këto mirësi, si për shembull shëndetin, si për shembull pasurinë, e mirësitë të ndryshme, dhe do t'u japë të tjerëve. Gjithashtu, ai i cili i përdor të mira që e ka dhënë Allahu për haram, nuk e ka falendëruar Zotin subhanahu wa taala. Elus Allahu subhanahu
që të na bëj neve për atyre të cilëve falenderojnë Zotin shumë. Elus Allahu subhanahu wa ta'ala që të na bëj angazhimin dhe punën tonë këtë dynja të vlerësuar tek ai. Të nderuar vëllezër, një ndër qëllimet dhe synimet e muajit madhërisëm të Ramazanit është që ne ta falenderojmë Zotin, të ne të bëhemi mirënjohës ndaj Allahut. Ndaj Zoti ka thënë në Kur'an: "Walitukmilu al-iddata walitukabbiru Allaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dhe në mënyrë që ju të bëheni falenderues e mirënjohës ndaj Zotit subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Zoti ju shpërblet. Vëllezër dhe motra në Islam, shpresoj që keni kaluar çaste të mrekullueshme me vëllezërit tanë që na kënduan ilahi, me hoxhallarët tanë që na e mbajtën këtë tema të begatshme dhe këtu afrohet edhe fundi. Ne do ta përfundojmë këtë tubim me ajetin kuranor nga surja An-Nasr, ku Allah subhanahu wa taala thotë: "Ti pra lartësoje Zotin tënd duke falendëruar dhe kërkon nga ai falje. Ai vërtet pranon shumë pendimin, është mëshirues i madh." O Allahu im, të falenderojmë për falje, mëshirë, udhëzim, shëndet dhe furnizim. O Allahu im, të falenderojmë për mbrojtje që më ofrove nga sprovat dhe fatkeqësit. O Allahu im, të falenderojmë për udhëzimin tim në dritën e imanit. O Allahu im, të falenderojmë për përkryen e fesë sime, mbrojtjen e jetës sime. O Allahu im, sundues i arshit të madh, më ndihmon në falënderim. Selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh.